Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi ditën e sotme sërish së bashku, me mua Tirona Lilit. Unë fillimisht një herë doja t'ju përshëndes të gjithëve dhe t'ju uroj një ditë të mbarë dhe t'ju them gëzuar me një Golden Eagle, ashtu siç unë e kam nisur sot këtë maraton të gjatë të komentimeve të ngjarjeve më të fundit. Tematika që ka ngritur një sër diskutimi, që ka ngritur një sër pikpyetjesh, që ka ngritur hamendësime, që të gjithë flasin për të, është një teologe dikur, sepse sot nuk e praktikon më, është një vajzë e cila në rrjete sociale na mahniste, na fasiononte, na jepte energjinë, me fjalët të cilat i thonte drejt islamit, drejt dëshirës për besim, drejt mënyrës se si ne të lutemi tek Zoti ynë. Mejreme Lumi, një teologe e njohur nga Shqipëria, e cila fliste publikisht edhe në mediat shqiptare, tregonte gjithçka, fliste me shumë pasion, fliste me shumë emocion, fliste me shumë energji të bukur drejt besimit islam, drejt të mirave që besimi islam i ka dhënë, dhe nga një shkëputje që ndodhi në jetën e saj, për një periudhë afat kohore që të gjithë pyesnin se ku është teologja më e dashur, se çfarë ndodhi me të, si qëndron fati i saj, çfarë bëhet me fatin e saj. Teologja u zhduk nga rrjetet sociale, duke mos shpjeguar dhe duke mos dhënë asnjë lloj arsyetimi. U rikthye përsëri, por këtë herë krejtësisht ndryshe. Dikur Mejreme Lumi, tani Maria Lumi. Një emër tjetër që ka lidhje me Mejremin, do me thënë është origjina e njëjtë e emrit Maria dhe emri Mejrem, dhe pashami duke folur për një sfidë e cila e ka goditur në jetën e saj një vajzë që sipas saj është besimtare, si mund ta godet sfida. Tani, nga njohja e fesë që kam unë, e di shumë bukur që Zoti thot, unë i sfidoj ato që më duan më së shumti dhe i dua më së tepërmi. Dhe në këtë moment, me patjetër që ne jetojmë në një botë e cila është sfidë dhe ne besojmë këtë, mendoj që Maria është dorëzuar, do me thënë duke besuar gjithmonë te sfida, që ka përjetuar një sfidë shumë të rëndë. Në rrjetin e saj social, Instagram dhe TikTok, aty ku Maria ka përzgjedhur që të jap informacionet rreth rikthimit të saj, ndoshta mund të thotë dikush, po pse kaq shumë ju intereson? I intereson publikut sepse ka qenë personazh publik, ka qenë figurë publike që ka folur publikisht në rrjete sociale dhe në emisione, dhe me patjetër një moment i tillë, një largim, një rikthim i momentit e bën publikun që të pyet, të krijojë pyetje. Pyetja më e madhe që ka qenë drejt Marjes sot dhe dikur Mejremes është, a vazhdon të falësh namaz? Do me thënë, Maria nuk e ka shpjeguar aq detajisht, ajo e quan shpirtërore faljen, besimin, por Maria ka ardhur me disa video që unë doja që t'i sjell pranë jush edhe të marr mendimin tuaj se si ju e shikoni këtë situatë. Unë në fakt, nëse duhet unë t'jap mendimin tim, unë mendoj që ndoshta ndikon në një moment vetbesimi, lufta me veten, me patjetër që nuk mund të marrësh një vendim të tillë për të hequr një shami dhe të mos, do me thënë, të jetë diçka e thjesht, apo thjesht të kujtua sot që unë do ta heq. Shikoj në sytë e Marijes apo të Mejremes që ka pasur një luftë me veten gjatë gjithë kohës, do me thënë, është një proces që ka qenë një proces me kohë te Mejremja që ka marrë këtë vendimin, por gjithsesi unë dua të marr mendimin tuaj në koment rreth asaj që ju çfarë do të dëgjoni. Mirëmëngjesi. Si ju kam? Si jeni? Në këtë video mesazh do të përgjigjem pyetjes që më kishte ardhur dhe më ishte përsëritur aq shumë shpesh. Pardje tek pyetësori.
nëse on falem, nëse on vazhdoj dhe më thënë që të praktikoj faljen, namazin, dhe më lejoni që t'ju tregoj një nga mësimet më të mëdhaja që unë kam zbuluar gjatë këtij viti, e cila është që marrëdhënia me Zotin dhe lidhja me Zotin është gjëja më intime dhe më e shenjtë që mund të ketë kur falet edhe lidhet me shpirtin e tij apo me shpirtin e të gjithëve. Secili prej nesh lidhjen me Zotin e ka tek e tek, pa asnjë lloj ndërmjetësimi dhe pa asnjë lloj ndërhyrje nga të tjerët. Pra, ti ose e ndjen ose nuk e ndjen kur lidhesh me Zotin. Është diçka që e ndjen ti. Është diçka që e përjeton ti. Pse unë duhet të lejoj dikush të jashtëm që të vendos se çfarë ndjeva unë në brendësi kur unë u lidha me Zotin? Pse duhet dikush i jashtëm të vendosë nëse unë jam njeri i mirë apo njeri i keq në bazë të ndjej sa herë që falet, që lidhet me te, në mënyrë që të ketë ndryshim në jetën e tij. Nëse Lene se e ktheva ligjërat, o zot, pas ka shpër 6 minuta. Kaq ishte. Këtë lidhje në veprat e tua, në sjelljen tënde, në atë çfarë nxjerr nga goja. Sepse atë çfarë ti ndjen brenda kur lidhesh me Zotin, unë si person i jashtëm duhet ta shoh këtë gjë tek qektësia jote, tek marrëdhënia jote, tek sjellja jote. E keni parasysh, domethënë, është një hadith profetik që thotë muslimani është ai i cili nga gjuha edhe nga dora e tij janë të sigurt njerëzit. Më lër mua të shoh se sa unë jam e sigurt me ty. Më lër mua të shoh se sa unë, domethënë, jam e sigurt nga goja jote, se çfarë nxjerr nga goja, se çfarë shkruan me dorë, se çfarë bën me dorë, çfarë dëmesh bën me dorë. Është mënyra se si unë e shoh që dikush ka në të vërtet lidhje me Zotin apo nuk ka. Pse? Sepse shumë njerëz mund të pretendojnë që kanë, domethënë, që falen apo kanë lidhje me Zotin, por se nuk e di nëse e kanë lexuar një ajet kuranor që Zoti thotë që në zemrat e tyre kanë dryna. Ka dryn. Domethënë, zemra kur është e mbyllur me dryn, do punë që të hapet, që të lejoj që lidhja e tij me Zotin tjetë domethënë shumë e thellë, që ta ndjej sa në bazë të brendësisë time se si unë e ndjej këtë marrëdhënie. Kështu që nëse unë do e lejoj këtë gjë që të ndodhi, i bie që unë e kam humbur këtë shenjtëri në lidhje me marrëdhënien time me Zotin. Këto janë nga mësimet e mia që unë i kam nxjerr. Kështu që nga ajo që e pyesni a falem unë, më le të pyes unë ty, a falesh ti? A lidhesh ti me Zotin? Nëse ti e ndjen lidhjen me Zotin,
më lërë mua ta shoh